mirë se erdhe. Update i fundit. Mirë se ju gjetëm. Si je? Shumë mirë, shumë mirë. E nisim me pyetjen e parë. Do nisim, okay. Ta nisim direkt. A mund të lexojmë me kopje? Pra ne e bëm çik kështu si shpejt podcastin, po se edhe Game Jam kështu ka nisur si shpejt. Ashtu duhet si po menu edhe e kap. Edhe kemi menduar të bëjmë sa pyetje njëri tjetrit që ndoshta s'ja kemi bër gjatë këtyre 3 viteve, ose dhe ja kemi bër, po si dije. U bën 3 vite, ha? U bën. Ta mendosh. Jemi Game Jam 3. Pa fjalë. Pa fjalë. Super, fillojmë, mua më ka qelluar ose e kam vetë zgjedhur pyetjen e parë. What's one moment from the first Game Jam that lives rent free in your heads but no one ever talks about? Tan. Ktheva kokën nga Arlindi, se kod për. Jo, okay. Game Jam i parë ka pas shumë nga këto momentet. Domethënë kur e mendoj, ka qenë ka pas paktën për mua, mendoj që se ne s'kishim fare pritshmëri. Edhe po ta mendosh, ne nuk e dinin fare se çfarë na priset. Domethënë e bëm sigurisht. Po gjëja më e memorable, më e kujtueshme, më highlight do thoya ishte energjia, që ne kemi bërë shumë evente të tjera dhe energjia tek Game Jam i parë mendoj që ishte ajo që bëri diferencën. Pastaj nëse futemi në mini episode e tjerë, nuk do doja që të tregoja detaje, thyrje tavolinash, lëvizje. Po atë po kërkojnë sepse ideja e pyetjes është që no one ever talks about, pra çfarë është një kujtim që ti e mban mend, por në fakt nuk është evidentuar, se energjinë e dim është. E flasim energjinë. Është super energji, super Game Jam, është. Ta bëjmë edhe atë e kanë përjetuar, prandaj ka vazhduar 3 vjet për asaj energjie, po. Nuk e di. Për tavolinë të kanë thyer që e përmend. Jo, nuk ishte çështja në komplekse, ishte gjithë eksperjenca kanë përshtypjen e atij. Unë një gjë që mbaj mend, nuk e di a ka qenë njëshi apo dyshi. Por që ka qenë ora 4 mëngjesit. Dhe një ndër problemet nda ka qenë fakti që shikoj se njerëzit qëndruan aty. Njëshi ka qenë. Dhe neve nuk kishim menduar që njerëzit do më vërtet 72 orë, po jo domosdoshmërisht njerëzit duhet të rinë aty 72 orë. Të mbyllje drita te kolabi. Unë thash po shkoj dhe u ktheva pasi kishim dalë, nga që kishim dalë në darkë, kishim edhe ca mentor që kishin ardhur nga Serbia dhe normalisht duhet i nxirrnim ti tregonin pak vendin, në orën 3 të mëngjesit vendos që të kthehem kolab. Dhe thash do kthehem se do kemi kontrolloj çik drita se na vjen fatura shumë e lartë. Kthehem unë edhe shikoj aty që aty ishte plot, domethënë ca njerëz ishin shtrirë dhe po flinin në balkon, ca po loznin ping-pong te kuzhina dhe ca tjerë po kërcenin valle te pjesa e sallonit. Po, kemi ca video në fakt, ndoshta sigur janë postuar tani. Janë postuar? Po. Janë 2 video. Okej. Edhe kjo ishte ajo që nuk edhe thash pastaj vare thjesht do e lëm, pastaj mendova thash. Diçka normale që ndodh. Vjen dikush nga rruga futet mund, pastaj thash vare, nuk ndodhe. Ditën tjetër thash do jetë vetëm dita parë, excitementi edhe emocioni i ditës parë. Dita dytë kishte akoma më shumë se morën vesh edhe të tjerë që mund të qëndronin mund të filmin aty. Shokët edhe shoqet. Ishin ca që kishin ardhur grupi që ishin nga Kosova dhe që ishin edhe jashtë Tiranës që thanë shiko, a mund të bëjmë një mini kënd aty dhe të flem patjetër më feel free rini. Po kemi foto edhe nga njerëz të shtrirë të bëjmë pegë. Po ti që kjo ka qenë. Good. Unë në fakt, me thënë drejtën, gjithmonë kur bëjmë kështu organizimesh, po specifikisht për Game Jam-in, kisha një frikë që nuk do vinin njerëzit. Se kishim vendosur edhe një tavolinë aty te hyrja e kulabit. Edhe merrim dhe këto kush janë emrat e tjerë dhe thoja, okay, këto listat asnjëherë nuk do mbushen. Sepse ndodh që ti bën sign up për një event edhe pastaj nuk shfaqesh, edhe sidomos për një Game Jam që s'kishte ndodhur më përpara në nivel kaq të gjerë. E thash, okay, nuk do vi njeri, kështu që le të shpresojmë të paktën të vinë një pjesë që ne edhe i njohim personalisht, sepse normal që një pjesë të tyre edhe kemi kontakte personale. Pastaj kur shfaqet, nuk e mbaj mend kush ka qenë i pari, që ka ardhur, por ka qenë një djalë dhe sapo ka ardhur isha kështu. Okej, i pari erdhi. Ndodhi. Tani shpresojmë që do vazhdojnë edhe këta të tjerët. Dhe kjo ka qenë. Se di, është një ndjesi kështu. Dhe mendoj që e kemi ndarë gjithë, asnjëri s'e ka pritur, domethënë që të ketë sa kanë qenë ditë ekipe. Po.
10 ekipe në të parën. Dhe mbaj mend që biseda që kemi pas bërë ne ka qenë shiko. Po të kemi 4 ekipe nga 4 veta, do jemi super. Neve prisim që të vinin do shihin se si do ishte, do ktheheshim prapë të necmen, mirupafshim. Nuk është. Por që doli, u shfaqën gjithë, madje erdhën edhe disa persona të tjerë pastaj që thjesht u përfshin në për ekipet të tjera. Ka ardhur një gjyshe me Edhe një gjyshe me një fëmijë, po. Po. Dhe tek e parë. Jo, ka qenë super gjë. Domethënë, momenti i parë që njerëzit shfaqen aty është okay. Tani filloi. Kurse për mu, më i mëndë situatë që pat kanë momentin më si fillon të dorëzu punët, edhe ishte ekipi të Game Jam i parë, ishte ekipi që kishte sjell PC me veti, që ishte kompjuter me kartë grafike shumë të mirë dhe janë çuna tetika se Ronaldo me banjë ato ka pasur. Po, që pasur çuna Që tani ka ka studion e tyre. Marri kompjuter të madh dhe e luajtë lojën e ty, grafikat fantastike, ishte edhe më i madh djalin që bëte dizajnin karakterin që bëni 3D, Kristi, dhe kur vjen puna loja u lujt e ty mirë, lutë rrjedhshëm e kështu. Pastaj ishte puna me eksportu dhe me nxjerr atje te prezantimi. Edhe ty ngeci komplet ai. Të shkretë çfarë dhimbje ua, po. Kompjuterin nuk e Provo laptopin tem për fum nuk punonte. Laptop tjetër që kishim atje prap nuk ashtu dhe ai ishte pak situatë kështu që thjesht po ndodhin ato. Ndodh edhe duke mësuar si më thonë në Game Jam-in e dytë. Mësime. Mësime edhe se si më eksportu që të ishte një formati i dur, po. Që të luhej kudo në kompjuter. Unë nuk do i ktheja përgjigje kësaj pyetje, por tani që po besi po flisem më kujtohet një gjë që për mua ka qenë gati shokuese. Nëse e mbani mend do jetë eksperjenca e njëjtë për ju. Kur po bëheshin prezantimet e ekipit të parë, kur ka filluar prezantimin Aleksit të lojës horror. Ato me fëmijën. Ajo ka qenë? Ajo me spitalin. Do me thënë, tematika ka qenë Dreams, edhe ata gjithë loja që fitoi vendin e 3 biles, sepse ajo ishte realizuar jashtëmase shumë mirë. Problemi është që kur nuk na kishte shkuar në mendje që një ekip prej, ata kanë qenë 17 vjeç atëherë, 17 vjeçarësh do ndërtonin një prototip loje funksional që ishte i zhanrit horror. Ku Jadi ishte në një anë. Në fakt, nuk është si ishte horror. Dhe ne nuk e prisim edhe praktikisht nuk dinim se si të menaxhojmë. Dinim se si të menaxhojmë situatën sepse ne kishim pasur fëmijë rreth rrotullt gjatë Game Jam dhe nuk e dinim nëse ata fëmijët i kishin rreth rrotullt apo jo. Kështu që ai bënte prezantimin, unë isha duke parë situatën rreth rrotullt. Si po përjetohet çfarë po ndodh. Edhe darka atëherë. Ishte darka mbrapa, ishte errësira, ato dritat e kuqe, duhet çik horror. Dhe Aleksi super i egzaltuar, do të thotë që mundoi të shpjegonte tematikën e lojës se si ishte vrarë fëmija. Po vërtet se kemi folur, ama të gjithë ndjem. Të gjithë në atë moment ka qenë kështu. Okej. Ka edhe kështu. Kështu që ajo më ka ngelur. Edhe gjithmonë e përmend. Që harrojmë, po në fakt harrojmë që ka aq shumë gjëra, pse edhe nuk jemi ulur me ti diskutojmë. Po diçka po mendoja diçka tjetër që një ndër gjërat që bën te Game Jam i dytë ishte fakti që e quam një ditë më vonë prezantimin. Edhe ajo mendoj që ka qenë një ndër gjërat më të mira sepse jepte kohë njerëzve që edhe ta procesonin neve kur bën demo day-in, atë ditën e prezantimeve. Po, demo day. Ishte mund ta quajmë demo day. Kishte një energji të veçantë se njerëzit ishin shplodhur më parë, ndërkohë që lojrat të gjitha ishin ndërzuara dhe kishin mundësinë që ta shijonin akoma më shumë edhe eksperiencën vete. Ndërkohë tek ajo e para unë mbaj mend vetëm një që rat gongu dhe gongun kishim atë e mban mend boksin. E boksin ka qenë te e dyta. Po çka Boksi ka qenë tek e dyta. E para çka kemi bërë. Asgjë kemi bërë ke para, kemi pas kemi vajt secili ka qenë goxha rëmuj tek e para sepse ideja është ata duhet i dorëzonin orën do ka me kompjuter. Ata duhet i dorëzonin orën 8, ti ngarkonin në iChat ajo dhe ne duhet juria të mblidhej dhe ti shkarkonte në një laptop dhe ti luante të gjitha. Ndërkohë që bëj gati për prezantimet. Domethënë nga ana logjistike ishte nightmare. Ka qenë të mërshme. Ajo ishte gjë që është se të nesërmen ishim komplet. Pavarësisht se gjëra teknike kishim edhe tek ana dytë. Do vim dhe aty, bukur dhe ai momenti. Dhe ajo është komplet mirë, gjëra teknike gjithmonë ndodhin. Okej.
Pyetja Kam e dytë. unë një pyetje. Po. Nëse Game Jam-i do ishte një karakter e një loje, cili do të ishte për ju? E vështirë. Përgjigje. Ta them. Tani, a jemi Po, game shumë. players ne? A luajmë në lojra? E mysim Call of Duty. Lorena po? Jo, unë nuk los, nuk los. Jam, Ti nuk los fare? Jo, vetëm legjendar është. jam legend. Qëse Arlin ka njëri në Call of legjendari. Duty Mobile, Kontaktoni. futuni, nuk ja u jap username-in, E vendosim do ta poshtë vëm me titra titra. poshtë. Po. CEO ALB vis poshtë. Ky është Se u username-i. im. shqiptari. CEO vis poshtë ALB, ja mund ta bëjmë Ti mendoj publik. se po tahet pa ashtu, e kam e vërtet. Ashtu e kam e vërtet? Është Mirë, kjo është një temë diskutimi tjetër që do bëjmë host me Noblabin një kështu në podcast vërtet me këto stream, emra. mund bëjmë një Stream, Twitch bëjmë në live stream. E bëjmë një. live stream duke Super. super gjë. Super ide. U bë. Po që- Na ndiqni. Të dytin. Po tani edhe një herë karakteri. Karakter. Janë shumë karaktere, ke parasysh tu po Zgjidhni. lojnë atë. Zgjidh një lojë edhe Si e ka ai Qeshtë. Hogwarts karakteri? Se është magjik. Hogwarts. A mund të ishe luaje Po, loja? po kush? Harry Potteri? Harry Potter, po si e ka pas ai karakteri? Se ka, se Harry Potter është karakteri kryesor të loja. Po. me që është aktori Hogwarts kryesor. quhet ai Nuk është e lidhur drejt për drejt karakteri do thua që është Tek loja. nuk më vjen. E, Jo. pra. Ai. Mund ta, por që ai mund ta pra, vënë e E ke ke titra luajtur poshtë, një tek 3 titra. muaj rresht edhe. 3 muaj rresht kur Alin, a je ti 120 një orë real game player apo janë. po si nuk i mban më të këto gjëra? Nuk e mbaj mend sepse ai është personazh, sepse duke qenë se Hogwarts është bazuar në Harry Potter, por që nuk përdor personazhet. Nuk Që i është i përdor. copyright. personazhet. Edhe prandaj nuk. Ti gaci. Unë esme jam model për game maker, jo game player. Prandaj Jemi një game maker këtu. E vërtet, as unë nuk është se luaj lojra, po thjesht kam pas luajtur. Kështu që loja ime preferuar ka qenë Tekken, edhe atë mbaj mend historikisht. Edin. Ai që bën tek braziliani. Braziliani ka qenë fantastik. E vërtet, mund të jetë ai karakteri, Mund qëndron, por por unë kam zgjedhur një karakter tjetër. Kingun, mbreti. per Kingu me atë maskën kështu si çaj ka pasur? mos. Tigrin. Tigri? Tigër ka qenë, ka pas gjysmën e pelerinit. Po, jaguar, tigri, diçka e tillë. Po, Një nga ato një me nga pa. ato. Edhe mendoj që kështu do e definoja Game Jam-in, sepse çdo vit i ndryshojnë edhe këto maskat, futen njerëz të rinj, Tematika vullnetar, është ndryshe. tematika është ndryshe. Por kaq. Ka që tematike nuk do zbulojmë akoma. Akoma se kemi vendos apo Se nuk e dim as ne, nuk është se mos të I keni plotësuar failin? Çuna E pa që spola. pas ka fajl. Arlindi është pak mbrapa me update-imet e Jo, fundit. nuk jam thjesht po luaj atë Rolin. pjesën e surprizës. Po luajmë të mbajmë suspans, mos Po. harrojmë. Kjo Tematika e është këtij pjesë viti e nuk ka procesit. dalë akoma, e vërtet është. Kështu që kjo është. Po do jetë magjike, si te Harry Potteri. Do jetë magjike. Lorena po zbulon Unë gjëra. është një lojë që është shumë interesante dhe në fakt kur e theti këtë më mendova cila është ajo loja që ka shumë mekanizma, që edhe në lojë është shumë. Edhe ka qenë një lojë që kam luajtur para shumë vitesh, Dishonored ka qenë quajtur. Edhe Dishonored ishte njëri që luante në dimensione, në shumë kishte domethënë edhe ishte i vështirë, personazh i vështirë shumë për të luajtur. Po që ndërkohë luante në disa, domethënë të gjithë timeline-in e kishte shumë të bukur. Edhe kur mendoj unë në të gjithë gjërat që bën se kur mendojmë Game Jam për shumë njerëz për shkak mund të jetë që e mendojnë nga ana vetëm eksperiencës ti vjen, luan, krijon lojën e tjerë. Për ne është pak më ndryshe sepse ne shohim gjithë lera, duke filluar që nga fakti që organizimi dhe ana fan, që nga fakti tjetër që shiko se në 18 nuk punon loja, duhet rregulluar monitoring ka dytë, pastaj në Se vjen pjesën tjetër buka, vjen duhet- ushqimi dhe duhet hanë gjithë dhe thonë gjithë ku është ushqimi. Nuk është ushqimi mjaftueshëm, kemi shumë ushqim. Ku do ta çojmë ushqimin mjaftueshëm se erdhi ushqimi Dy tjetër? sfida gjithmonë. Edhe këto gjërat janë në gjitha pjesët e procesit që është në disa, domethënë që është luhet në disa lera. Vazhdo me pyetjen e tretë. E Vazhdo me pyetja e pyetjen. tretë, më duket sikur pak e ngjashme të parën, po. Besi tani çfarë të bëjmë se ndodh që gjendën. pyetjet Tani të këto pyetje jenë janë, të Po po, Këto na u gjendën. normale. Po deshe mund Me të- E tham, jemi spontan. Jemi spontan. Nuk ndryshoje po. Jo më. Që është një gjë që do kishte, që mendoshi që do të kishte fail që vje Ja, që do kishte dështuar. dështu në
ose që Që dështoi, por që mund të kishte dështuar, por do kishte pas frikë se mund të dështonte gjatë por doli me Të sukses. dyjave. me sukses. Gjatë të dyjave. Overall. Gjatë të dy. Çdo gjë. Everything. Literalisht çdo gjë. Po duke filluar që ka e para, pas tek e dyta kishim pak më shumë vetbesim. Domethënë te game jam i parë që e folëm, domethënë çdo gjë ishte pilotim, me idenë që po bëjmë diçka thjesht për ta testuar, për ta provuar. Dhe nga suksesi i parë dhe te i kalimi gjithë pritshmërive tek e para e dyta kishim pak më shumë eksperiencë dhe më shumë konfidencë, më shumë vetbesim për mënyrën se si i organizuam gjërat, se si u planifikua dhe realisht janë muaj punë, kështu që automatikisht këto të mësojnë shumë gjëra. Po ajo që frika më e madhe që un kam dhe që deri të paktën deri tek e dyta dhe të shohim edhe e treta, ka qenë tek dekurajimi ose rënja e cilësisë të gjërave që prodhohen ose të ekipeve që formohen. Dhe rezultoi që kjo nuk kishte, domethënë se mendova që komuniteti është i vogël. Ata njerëzit që kanë disa aftësi do të vinë ke e para dhe pastaj kupton, është një eksperiencë disa herë do doja ta përsërisje, njerëzit do mërziten. Dhe vërtetoi që tek e dyta u zbuluan akoma më shumë talente, kishte më shumë njerëz, ekipet u bën më të forta. Lojrat ishin më mirë të menduara, organizuara dhe filloi konkurenca midis ekipeve që tek e para mendoj nuk ka qenë aq e fortë. A mendojnë që ka pas një efekt edhe fakti që tek e dyta kishim një elefant si çmim, kishim një elefant in the room. Ishte, por duhet të kesh parasysh një gjë, ne çmimin nuk e kemi shpallur deri në fund të aplikimeve. Dhe aplikimet kanë qenë të bëra, domethënë ekipet kanë qenë të formuara. Tek e para pas gjatë kohës jo, mendoj që ajo i entuziazmoi shumë, por duhet kesh parasysh tek Game Jam i parë ka qenë vetëm një ekip nga Kosova që aplikoi si ekip. Dhe të gjithë të tjerët kanë qenë individ që aplikuan dhe i kemi bërë ne ekipet. Nga eksperienca parë, kur janë bërë aplikimet tek e dyta, ne dha mundësinë që ata mund të aplikonin si ekipe dhe këta njerëzit që ishte konkurenca midis ekipeve, kanë ardhur dhe kanë aplikuar që javën e parë direkt si ekipe. Dhe ishin të mirë organizuar, kishin shkuar, kishin gjetur njerëzit, domethënë hajde do bëjmë ekip se do shkojmë te Game Jam-i. E ke parasysh konkurenca ishte që në aplikim që ishte e ndezur, domethënë, që nga momenti se si e kishin menduar për të marrë pjesë. Dhe pastaj sigurisht që aty prej çmimit u bë akoma më e fortë. Po mendoj që ishte një element që ishte i shtuar tek e dyta. Që mua domethënë atë frikën që un kisha, që domethënë do venitej. Kupton, pavarësisht se është e bukur, ti ndodh një herë është e vështirë ta mbash atë hype-in. Dhe me sa dim deri tani, ka aplikime nga persona që kanë qenë edhe te Game Jam i parë. Po. Edhe te Game Jam i dytë, do jenë edhe tek i tretë. Po. Ka persona që kanë qenë pjesëtar te Game Jam i parë dhe tani janë mentor, sepse kanë arritur të kenë 3 vite eksperiencë kanë studion e tyre. Është shumë e bukur. Që është Vanjo Ronaldi që kanë pasur ekipin e tyre, domethënë tani ne i kemi mentor. Dhe ka pastaj edhe pjesëtarë të tjerë, pjesëmarrës të tjerë që literalisht janë individ që vinë aty për pasionin. Domethënë jo domosdoshmërisht e kanë në profesion, jo domosdoshmërisht janë game developers, por vinë sepse eksperienca është aq e veçantë për ta dhe e shijojnë aq shumë sa do të vinë edhe për herën e tretë. Çka ka gjatë bukur Game Jam-i është që tu ka një fushë shumë e rrallë, si më thon për Shqipërinë. Tregu shumë i vogël, tregu shumë i pa kafshëm, si më thonë, duhet se s'bën me dëpërtu me shku në tregun e jashtëm edhe është si të zbulosh 1000 njerë edhe të futesh e të gjesh për diamanta. Edhe këto njerëzit që merren me këtë lloj profesionit, me zhvillim lojnash, janë të pakt, por kanë vlera shumë të mëdha. Patjetër. Një komunitet shumë i mirë, cilësor. Janë të mirë. Janë shumë të mirë. Jeni shumë të mirë, kudo që ndodheni. Unë mendoj një gjë që do ta lidhja, domethënë jo vetëm me komunitetin, po me komunitetin dhe me vendet përgjithësi. Një gjë që çfarë mendoj unë që ka qenë i veçantë edhe te Game Jam i parë dhe te i dyti. Nuk e di domethënë si lidhet me pyetjen, po thjesht po e mendoja tani. Atë do të thot ai. Thjesht jo, po e mendoja më vërtet që energjia, domethënë kur mendojmë për eventet, unë mbaj mend eventin e parë që kam marrë pjesë, event community. Pra që ti shkon dhe
gjen njerëz që kanë të njëjtën mendësi, kanë të njëjtin entuziazëm, je i ri, do të krijosh. Domethënë një ndër pyetjet që marrim shumë edhe tani është, ore, a duhet kem në aftësi për të krijuar këtë gjë? Dhe ne i themi gjithmonë, ore, s'ka nevojë fare, thjesht hajde, mjafton ti të kesh të njohësh disa toolsa që bazik si thua, por që ne kemi pas një ndër ekipet e mia të preferuar, për shkak nga qenë ai ekipi që s'kishin fare technical skills, dhe kishin vetëm storytellers. Besa. Thosht ishte Moza. Moza, jo Besa, Moza. Dhe Moza e Amazing. kishin kuptuar për mendimin tim, ato e kanë kuptuar tamam se çfarë janë këto evente, që ti shkon për një eksperiencë. Pra, pavarësisht se ti nuk je kompetitiv me ekipet e tjera. Në fund ditës ata ishin ekipi më pozitiv, i njihnin gjithë, ishin në çdo dhomë që kishte gjithë ekipet e tjera, ato i kishin takuar gjithë përpara. Pse se shkonin pyesin çfarë po ndërtoni juve? Çfarë po bëni? Si po ndërtoni këtë gjë? Ishin kurioz dhe në fund ditës kishin ardhur aty për gjithë procesin. Dhe ai procesi është ajo që ka shumë vlerë. Patjetër, domethënë praktikisht një game jam ka hapësirë për çdo lloj personazhi, për çdo lloj individi që ndoshta nuk është profesionist. Ka problem. S'është profesionist, por është kreativ dhe do të krijojë diçka. Dhe kjo është diçka që kur bën aktivitete të tilla, kjo është vlera kryesore, sepse nuk është qëllimi që ti të krijosh gjithmonë studio, pavarësisht se çunat që kanë qenë në game jam-i parë u njohën, njiheshin më parë për një arsye se një tjetër më pas hapën një studio dhe ai është outcome-i më i mirë, është rezultati më i mirë, po jo ka disa gjithmonë forma outcome. Ka disa forma si janë dhe në fund ditës kjo është që të krijojnë lidhje dhe neve jemi këtu, bëmë eventin e parë, i dyti, i treti, tani flasim akoma më tepër për këtë gjë dhe kjo është vlera dhe kjo është ajo që kemi nevojë. Edhe kemi nevojë si krijues, kemi nevojë si përmarrës, si inovator, you name it. Vëre emrin si duash, një gjë që ka shumë nevojë komuniteti jon i vogël dhe vendi jon i vogël me gjithë këto është pikërisht këto aktivitete që ti nxjerr më të mirën dhe në fund ditës argëtohesh. Dhe argëtohesh këtë un jam shumë fans dhe them shumë shpesh që nëse neve nuk kënaqemi për vete, nuk do kënaqen as tjerët. Dhe këtë diskutojmë ne kemi shumë qejf. Patjetër, sepse është energjia që ti s'mund ta transmetosh nëse e kalojmë me Këtë vit kemi një synim që Lori të kënaqet më shumë dhe ta shijojmë më Jo se unë shumë. nuk kënaqem, thjesht njerëzit kujtojnë se unë nuk kënaqem. Okej, atëherë do Dora, duhet që ta shfaqesh. Në procesin e kënaqjes e ka me tension, me drama, që shko tani erdhi demo, duhet të kemi gjithë gjërat gati. Jo, se ja fut kot. Come on. Lori edhe Lori bën qejf, të gjithë bëjmë qejf. Po mirë, pyetjes do i përgjigjesh apo do e bësh? Si ishte pyetja edhe një herë? Më fal edhe një herë pyetja të lutem. Pyetja ishte a kishte ndonjë moment që mendove që do dështonte, por në fakt jo. Shumë momente. Domethënë sepse varet ka shumë gjëra që nuk i kemi për gjërat që kishim ne në kontroll gjëra, kishte shumë Ushimin e kishin kontroll, kështu që po, ushimit edhe gjitha këto, por që ka shumë gjëra teknike, unë më shumë kisha stres më i madh ishte pjesa teknike. Sepse duke qenë se është diçka që ti ke edhe një lloj përgjegjësie kundrejt gjithë këtyre personave që kanë punu gjithë fundjavën dhe duhet të jemi 100% fair dhe ne diskutimet të mëdha kemi qenë dy kanë qenë. Ana që prezantimet ishin on point dhe dytë ishin fair dhe shumë transparent tek gjithë procesi dhe për mua dështimi më i madh ishte nëse njerëzit vinin, i jepnin gjithë atë energjinë edhe mundin aty dhe në fund fare kur tiknin të kishin një ndjenjë të keqe sepse u ndjen sigurisht ishte diçka që nuk ishte fair etj. Dhe kjo gjëja për mua do ishte, por nuk mendoj se kemi pasur tek dy episod, nuk kemi pas të lloj energjie, unë të paktën edhe me personat që neve kemi pyet gjithë me radhë, domethënë si shkoi, edhe ata që kishin pak kënaqësi që shikoi se si dhe prapë në fund ditës asnjëri nuk tha që shikoi nuk ishte fair, sepse kjo për mua është gjëja më madhore. Pjesën tjetër pastaj se nuk punoj prezantimi, se prezantove një më pras, këto janë gjithë gjëra që janë në fakt. Në fakt. Projektoj. Po mund të Se mbajta do. Pra tema e këtij viti është prasi. Arlin ti e kape qase apo jo? E kapi. Apo jo? Një më pras. Një më pas, një më pras. Okay. Ndjes, lapsus do ta shënëm te kështu poshtë me. Ka që ta bëj shumë do. Por që e di çfarë do thoja unë. Ai momenti kur ishim te kinema Agimit, te prezantimet, që ti ishte te teknika sipër, edhe ne ishim poshtë dhe pati një moment që nuk po shfaqej videoja e Çunave të Kosovës. E Arbenit e Guadalupes. E Guadalupes. Dhe ai ishte për një moment unë mendova që tani ana teknike dështoj, ne nuk do
Do e vazhdojnë se unë më We will më never duhet. recover from this. Do na nxjerrin nëpër me kështu billboarde që njerëz e pa dëshiruar. Sepse sa kishte nisur pak a shumë diçka si ç'a ishte ai moment, edhe unë isha Arlindi, më ndihmo pak me këtë videon. Edhe pak Guadalupe. Me jepi, mund t'ja dalë. Cheerleader totalisht. Po pastaj dhe ajo shkoi shumë mirë, edhe në fakt gjithë energjia aty ishte super e bukur. Por që kjo mund të kthehet në çdo moment, pra nuk është se mund ta marrin të mirë qen faktin që shumë nga këto gjërat, ndoshta kemi qenë me fat, ndoshta kemi bërë një punë të mirë, edhe ajo qëndron, por që kjo është edhe këtë edicion është prap ana teknike, do shkojë, edhe këto janë gjëra që nuk Është ajo që i them më përpara që ka një sinergji shumë e mirë, që e ka bërë çdo gjë të shkojnë në mënyrën perfekte, si më thon. Me pak e me shumë, si më thon. Shumë e drejtë. Me pak fat e me pak. Unë mendoj që edhe reflektohet dhe transferohet ajo. Duke qenë se ne këtë gjën që në fillim e kemi bërë me shumë qef e dëshirë dhe patur agenda për pritshmëri specifike të mbartura nga palë të tjera, por ka qenë thjesht literalisht gjithmonë ka qenë thjesht për dëshirën e mirë për ta bërë sa më mirë këtë gjën. Mendoj që kjo reflektohet edhe tek njerëzit që marrin pjesë, evidentojnë dhe për gjërat që nuk shkojnë në mënyrën më perfekte, mendoj që mirë kuptohet, sepse kuptohet që është genuine e ardhur nga një vend i mirë edhe dashamirës. Kështu që mendoj edhe sikur të ketë problematika të vogla që mund të ndodhin. Unë ka një për shembull që tip kemi qenë unë kam pasur frikën sidomos me të dytin, me game jamin e dytë ku konkurenca thash evidentova që në fillim mendova thash okay, do ketë hatërmetje, kush do fitojë, si do ta evidentojmë. Do fitoj një ekip, sidomos duke qenë se çmimi ishte ekipi fitues do shkonte në Gamescom, ishte çmim shumë i madh gjithu, e kishim me shumë qef. Thash në momentin që do zgjidhet një ekip, do zhgënjehen të tjerët. Sidomos duke ditur disa nga ekipet që i njihnim edhe personalisht. Megjithatë që në fazën e parë të evaluimit kanë dalë 2 vendet e para kanë qenë me të njëjtën numër pikësh apo jo. Dhe pastaj në fazat e tjera të evaluimit ndryshuan. Jo, atëherë ajo që bënte diferencën, të paktën tek e para, po i ka bërë edhe tek e dyta, ishte që duke qenë se qëllimi i game jamit është primarja është që njerëzit të njihen me njëri tjetrin dhe është komuniteti, një pjesë e vlerësimit është edhe pjesëmarrja fizike dhe ndërveprimi me njerëzit e tjerë. Dhe një 10% të evaluimit bëhet nga mentorët ose nga individët të cilët janë marrë gjatë gjithë kohës me ekipet dhe i njohin ata shumë mirë, domethënë. Dhe kjo ka bërë diferencën e ekipit të parë me ekipit e dytë në game jamin e parë, ku të dyja lojrat teknikisht ishin shumë mirë, por një ekip ishte shumë vetjak dhe shumë i fokusuar në produkt dhe jo i interesuar për komunitetin. Ndërsa ekipi i dytë kishte ndihmuar njerëzit e tjerë, kishte njohur shumë njerëz, ishin pjesë e aktiviteteve sepse në Gamescomin. Në Game Jamin e parë kemi pas edhe workshope që kemi bërë, që bënte diferencën. Por ajo që bëm, domethënë që kemi tani, që e kemi të konsoliduar është të shkruara në letër një set prej 10 kritereve fikse se si juria që është ndërkombëtare, dhe është remote dhe nuk është juri e jashtme. E jashtme. Peja shteti. Pe për jashti. Që nuk janë fizikisht aty që mund të suggestionohen. Mund dalë gjaje me njëri nga pjesëmarrësit, gjithë të gjërat që po jo, sepse unë e vëra re, ideja është që për shembull në fillim donim ta bënim me mentorët, po mentorët duke ndëitur aty 3 ditë me ata mund ta fiksionohen. Për një karakteristikë të caktuar, sepse dikush nuk e di flet më shumë, rri më shumë dhe kjo ndoshta i krijon një lidhje e cila do të ndikoj bias po gjëja fjalën shqip, Jo, është varur, një anshëm, po. Që ka një anshëm na falni. Por ti do bëjmë të vetën. Sepse nuk donim ta kishim këtë dhe vendosim që uria është remote, nuk ka kontekst. Thjesht merr linkun e itch.io-s ka këtë setin e kritereve, mbi të cilin nga 1 deri në 10 pikë i evaluon, i vlerëson lojrat, edhe nuk kishte dhe ka pasur një konkurrent që ka shkruar për një specifik, pasi ishte marrë çmimi, dhe ne kishim aq të thjeshtë, ishim të transparente të qartë.
Domethënë ishte bazuar me pikë specifike, për secili mentor kishte vlerësimin e vet, për secilin ekip nga juria kishte ekipin e vet. Dhe Me dokumenta. Çdo gjë ja këtu me transparencë. Edhe këtë vit, kështu do jetë. Edhe këtë vit, po. Transparente. Okej, po Lor, shumë mirë se na dhe disa gjëra teknike, kështu që shumë të rëndësishme. A kanë kohë akoma të aplikojnë? Atëherë. Po, Edhe sa? Kaluam Na falni tek për Game pyet Jam, për okay, ndërprerjen, okay, na po. falni, na falni. ekipet dhe individët, si nga Shqipëria dhe nga rejoni, mund të aplikojnë deri në datën 1 tetor. 1 tetor. Aplikimet janë të hapura në 1 tetor. 1 tetor. Kemi Ta 7 themi sa ditë. kemi pas deri tani? Tën. E themi. Prit pak, Bes. Sa mendon ti se kemi? Mbi 50, po më shumë. Mbi 50? S'ke S'ke qenë i vëmendshëm edhe ti. Kam keni Mbi vëmendshëm. 50. Ti Lore di? E di që Unë e parë sot, kështu që do e thot Lori, ti Arlindi. E di edhe unë. Unë mua A, më di. vjen kështu Po se dini asnjëri sepse ka ndryshuar. Kur e fix dashun fare, lajmin e numrin fundit? nuk e di, por janë unë updatojmë shumë me çdo 10, Çdo që jemi 10, diku te 90-100 tani që po 100 që ne kemi kape sigurt. Lori, A? Lori? Jo? shkoj shumë. 107. 107. Bravo. Bravo. Super gjë. 107. Po, dhe kemi akoma rreth 10 ditë aplikime, kështu që por e di që janë 2-3 ekipe që më kanë thënë që do regjistrohen dhe s'janë regjistruar akoma, kështu që duhet regjistrohen. Last minute. Po si Kështu gjithmonë. që ka Diet, kohë për diet. ekipet të reja. Ka akoma. Okay. Me ardhmë. Hapësira është e hapur. Okej. Sa mentor kemi? Deri tani janë bërë 12 mentor, që janë të konfirmuar, është çështje logjistike, sepse kemi një përfshirje midis ndryshe nga Game Jam i parë dhe i dytë, tani jemi shumë mirënjohës që janë rritur numri i mentorëve vendas, domethënë lokal. Gjysma janë domethënë developers, zhvilluese dhe designer që janë nga Shqipëria dhe pjesa tjetër janë nga rajoni. Kemi 2 nga Serbia, 3 nga Kosova, 1 nga Malezia dhe 1 nga Maqedonia. Edhe një falënderim shumë i madh për mentorët që nga I pari edicioni deri- i parë. Bravo. Edhe deri tani sepse më Bravo, vërtet një big mentorët. up. Bravo Një për kështu mentorët. do të ketë një do artërgitje virtuale. Po, e bëjmë, do. E bëjmë direkt. Shtypim butonin, bam. Se ta mendosh atë kanë qenë një ndër supportet më të mëdha që kemi pas. Domethënë është, më fal. Edhe një herë tutë. Mbështetje. Mbështetjen. Po, na falni që do një herë edhe bëjmë Mbështetësit kështu. më të mëdhenj besoj, edhe që tek Game Jam i parë, edhe tek i dyti, i treti janë gjithë mënyrë vullnetare që harxojnë, mund ta quash shpenzojnë një fundjavë tër me duke punuar dhe është punë, nuk është se ti ke qenë mentor tek i Një nga pari, kështu mentorët që nuk është është Besi, diçka kështu që Është edhe këtë vit. Është Të edhe këtë prezantojmë kështu me që një Besin. falënderim shumë i madh për Besin edhe të gjithë kolegët. Eduardo, këtë fakt për Besi. kolegët. E pastaj patjetër edhe për mentorët e tjerë. Por që është shumë impenjative, se kur e mendon, fakti që je mentor, mendon, okay, do shkoj, po ndërkohë ajo është 72 orë, ti ke të gjithë fundjavën që duhet të jesh aty dhe ekipet të presin nga mëngjesi deri në darkë dhe ti Ore ndërkohë të vinë të kapin pas bluze. dhe të marrin dhe nuk është Problematikat janë të gjë ndryshme dhe hi detyruar. Punë kemi pas boll edhe gjitha këto, Pun ka por që normal. falënderim shumë i madh. Faktikisht duhet me shtu edhe për vullnetarët që janë pjesë e ekipit tonë, edhe ato kanë bërë një punë fantastike. Patjetër. Unë në Edhe Game Jam ka vazhdojnë qenë e bajnë Ka punë. qenë hera parë që kam punuar me vullnetar, të them të drejtën. Realisht duke punuar me vullnetar, edhe kjo ka qenë nga një nga pritshmëritë që nuk e kemi menduar që do funksiononte me idenë që ai pak paragjykime dhe pak skepticizëm. Nuk funksionon vullnetarizmi në Shqipëri, nuk e kemi shpirtin e Nuk e vullnetarizmit. kemi dhe nuk E punojmë. vërtet, shumë e vërtet. Po, Po, nga diskutimet e para kur që kemi- filluam të flisnim, ishim hapim thirrje për vullnetar. Po çe duam vullnetar se do i bëjmë vetë, se kush do vi vullnetar? Zona vinjeri po, bravo. Pastaj po ndodhe. të mos kishin pasur ata s'doja kishim dalë. Gjithë ato karrige, tavolina për të ngritur. Bëjmë shaka, nuk ka vetëm punë kështu, ë. Po. Jo, Nga gjërat. ishte edhe fryma, ishte shumë me entuziaste sepse ata kishin ardhur me shumë dëshirë, domethënë ishin shumë të gatshëm për ta bërë. Këtë vit i kemi përfshirë që në organizim, Po. ndryshe nga vitet e kaluara kur ata ishin vetëm për operacionet, operacionalitetin dhe logjistikën e eventit, tani janë duke u marrë me aplikimet, me komunikimin, kështu që jemi shumë mirënjohës për gjithë
grupin e madh të vullnetarëve që janë përshkruar. Një duart rokiti virtuale për vullnetarët. Edhe betonin. Edhe del një që bën. Dhe një. Okej. Pyetje? Pyetja ime. Pyetje? Okej. Unë do ta ndaj pyetjen në dy Në dy pjesë, në por pyetje. që si fillim do them nëse do ishte fundi botës dhe nuk domethënë ky do ishte game jam i fundit që do organizohet. Dhe ne do organizojmë game jamin dhe pastaj pas 2-3 javësh apokalipsi. Por nëse ky do ishte game jam i fundit, çfarë do donit që të mbanin njerëzit mend nga game jami, nga eksperienca, nga çfarë do lloj? Mos e lidhni vetëm me Mund ta lidhim me veten tonë personale? patjetër. Mua. Patjetër. Nuk e di pse Lorena mendon kështu, por jo. Në fakt unë do të them gjë shumë personale. Sepse të merresh me aktivitete të tilla, organizime etj, ka disa momente të caktuara që ndonjëherë ndodh dhe thua, "Ok, varja, nuk e bëj më. Po heq dorë, nuk merrem më me këtë gjë." U lodha, u mërzita e këtë andej. Por pastaj gjen një formë se si ta ribësh ndryshe atë gjën që të ka mërzitur ose të ka shqetësuar, edhe në fund fare merr atë euforinë, atë entuziazmin aq të mirë, saqë thua, bëra shumë mirë që nuk hoqa dorë. Kështu që për mua game jami është pikërisht ky lloj aktiviteti që nëse vjen fundi i botës, si ishte pyetja? Nëse ky është game jam i fundit që do Këtë ndodhi. pra këtë doja të mbanin më që të ti është mirë mos me heq dorë, domethënë. Pra nuk bëhet vonë që vjen fundi i botës. Po, sepse s'ka do ndonjë të vazhdojmë, problem. bëjmë Ne game do jam. vazhdojmë të bëjmë. Do game krijojmë jam. lojra. Po. Për te i mërzitjeve. Do krijojmë lojra të cilat në të ardhmen ne mund mos t'i luajmë kurrë, por S'ka që e problem. rëndësishme është. Po. Edhe kalon pastaj ta është shpreha shumë e bukur që një great man plant trees under the shade që dhe ato nuk do Që ata ulen. të ardhmë të Dhe kjo është ardhmë. është pikë shumë e vlefshme. Sepse ajo që po thonim edhe më herët që nuk është çështja tek krijimi, tek loja, tek nga shumë gjëra që neve bëjmë, nuk është çështja tek vetvete objektivi final është të ti të krijosh dhe ti të bëhesh një profesionist në krijimin e lojrave, por është procesi dhe ai rrugtimi. Shumë e bukur. Lorena, Faleminderit. meqense Duke qenë se këtë game jam, ndryshe nga game jamet e tjera, disa gjëra nga pjesa logjistike kanë ndryshuar. duhet të thuaj që nuk kemi lek. Po. Okej. Nuk Detaje kemi- ekonomike, do flasim dhe për Po këtë. flasim Dhe për patjetër. mendoj që ka për të dalë përsëri shumë mirë. Nuk besoj se ka për të munguar diçka. Unë kam filluar të bëj planin se si të bëj mëngjesin. Po, Do kemi zgarën. tën. Do ketë mama që bëjmë byreke, do na sjellin aty për të Po, gjithë. wow, petanik me fasule. Mami jot petullat e fshira. Mos krijoni Ato pritshmëri të se janë në 100 veta me petanik. Po mirë, një petanik Qofse njëra, një doni petanik marrë, tjetra. Thjesht merrni masa që mos bëni premtime që nuk i mbani dot. Jo, çka Pa mirë, një do e sjellim, po themi tash një s'kë. ti ke zgarën, kështu që ti do i shesh Zgarë gjithë, ne nuk thjesht mjafton. do i bëjmë kështu. thjesht do vim t'i ngrohim. Masa. Bëm Po një ajo që trial. do doja të mbahej mend, edhe të dilte, le të themi si një mësim i nxjerrë është që nëse është energjia, nëse njerëzit kanë dëshirë, nëse do të bësh diçka të bukur, gjithmonë mundësinë e gjen. Edhe edhe sikur të ishte e fundit, sikur të organizohej me të gjitha vështirësitë në prapaskena që njerëzit normalisht nuk i vënë re dhe s'duhet i vënë re, s'kan pse. Njerëzit e mirë, me dëshirën e mirë, me vullnetin e mirë bëjnë gjëra shumë të bukura. Jo, nuk keqëm me shtu, E në tha. të dy që i thot ju e Ka keni fol. thonë fikse, më thonë. Atë Që energjinë ka që i fol. merr, atë energjinë që i merr ato ditë edhe marrimin e eventit është Ta. aq e Kështu si plotësuar sa përmbushje. përmbushesh komplet Ato edhe kocka ta marrë kështu me një Po, ma buzëqeshje. Ma dhimbje e mirë është. Ashtë. Se kemi harruar të lodhemi fizikisht dhe lodhemi vetëm ndërisht. Edhe unë nuk do janë në të njëjtën linjë mendimi. Edhe e folëm pak edhe më herët që në fund ditës gjithë këto evente është kjo energjia që e bëjmë. Edhe unë do e krahasoja domethënë e përpreka pak edhe më parë që kur mbaj mend eksperiencën e parë të një eventi që është community build, ka qenë nuk e di për mua, ka qenë për shembull
Startup Grind para shumë vitesh ose Startup Weekend para shumë vitesh. Unë kam qenë spektator se isha shumë jashtë ose Oskali, nuk e di, Open Source Conference që ka qenë. Që ti shkoja aty dhe kuptoje që të gjithë njerëzit që ishin bubëronin, vibronin, gjithë në të njëjtën gjuhë, krijoheshe, ishte çdo cep, çdo corner që ishte bërë me qëllimin që të gjithë njerëzit kishin mundësinë që të flisnin për open source-in, për gjithë këto gjërat. Dhe e njëjtë edhe me këtë. Dhe fatkeqësisht, ndoshta jam unë, shpresoj që mos është kjo fryma, nuk është vetëm në Shqipëri, është globalisht kanë rënë shumë aktivitetet që janë në lidhje me këtë me këtë lloj fryme, me këtë lloj qasje. Mendoj që është dhe për mua nëse dhe kjo lidhet pak me pyetjen që të doja t'ja bëja, është që nëse ky do ishte i fundit, do doja që njerëzit ta mbanin gjithmonë mend këtë që shikoj se ka një mënyrë që kjo lloj energjie të bëhet. Pra pavarësisht se ka shumë evente që bëhen për qëllime të ndryshme, stakeholderat ndryshëm me qëllim. Ka disa evente që duhet mbeten fun, duhet mbeten argëtim, duhet mbeten give back dhe këtë give back-u nuk duhet ta harrojmë. Dhe kjo është mënyra jonë se si t'japim mbrapa në komunitet dhe të investojmë në një gjenerat të re. Tani pyetja ime e dytë është që nëse ky është game jam-i ynë i fundit, si do e mendonit game jam-in e radhës në një formë tjetër? Do e shikoni do të transformuar, do e shikoni do që të ishte të organizohesh nga një grup komplet vullnetarësh tjerë, do e shikoni, nuk e di, si e shikoni të ardhmen në një formë tjetër transformimi për shembull. Nuk do jemi më ne. Jo, më thjesht më mendim nëse bota përfundon pra. Jo se dia prandaj. Se më duket se na e bëri një. Po tash edhe ne me motion vjen kjo punë. Po jo, meqense e lindë nëse ky do ishte i fundit, edhe merrdi se çdo gjë ka sigurisht ka një fillim, ka një fund, dhe s'ka pse, nuk është se jemi prap si do e shihnim. Si do e shihni, si do ishte kjo? Për mua, se kjo gjë po e lidh, domethënë kjo ndodh në shumë vende, game jam-i nuk është domosdoshmërisht kështu siç e bëjmë ne këtu, që është një në vit, është një kombëtar. Pikërisht. Game jam-et organizohen për shkolla, organizohen nga institucione ndryshme, kompanitë të ndryshme brenda tyre organizojmë game jam-e, pra është thjesht një event sfidë e vogël që organizohet nga entitete ndryshme dhe janë si thua mini komunitete që fillojnë të organizojnë. Dhe mendoj që kjo mund të ishte një mënyrë tjetër se si thjesht ky komuniteti fillon të krijojë mini klasterat e veta të komunitetit ku bëjnë game jam-e të cilat janë në kohë të ndryshme të vitit, përshtatet më shumë me disa tematika të tjera, dhe do ishte një transformim që i jepte më shumë mundësi komunitetit, sepse automatikisht dikush për shembull që s'merrte dot pjesë në këtë specifikisht për një datë, një problematikë është me pushime, nuk e di. Do ketë mundësinë e radhës dhe nuk do kishte nevojë që të priste një vit për të marrë pjesë në një game jam. Pra sa më shumë game jam-e do të ishte edhe më mirë, domethënë nëse do ishin. S'do ishin qef. Joni. Do të jenë edhe më shumë qef. Po. Një gjë që është shumë për tu, edhe ne kemi parë siç e përmend, është pjesa edhe vullnetarëve që kanë një energji që padyshim kanë një energji dhe mund ta çojnë akoma më nivele tjera ta hapin këtë impakt, sepse kjo është metodologji, siç bëhet një game jam, mund të sillet edhe në një thjesht, ndonjëherë ka nevojë edhe për suport dhe mund gjetë gjithmonë një mënyrë se si sillet kjo fryma në universitete, në shkolla, në kompani ose etj. Dhe thjesht fakti që vullnetarët edhe tani këtë vit për shembull që ata janë angazhuar në hands-on me të gjitha edhe çështjet operacionale është një gjë që është shumë e mirë dhe është edhe një shenjë, sepse nuk është se gjithmonë komuniteti ty të përgjigjet kur ndoshta vjen një moment ti do të lësh stafetën dhe do t'ja kalosh një grupimi tjetër ose çfarë do lloj arsye me një aktivitet caktuar dhe jo gjithmonë e merr këtë feedback-un, por kjo është e rëndësishme që edhe njohuria për organizimin dhe cilën e kësaj fryme të kalojë edhe ndoshta kjo jemi edhe me fat te kjo pjesa që lindi një pyetje mua, po tash e harrova pa që po të ngjoj në vëmendje. Sa më pëlqeu si po kthej përgjigje. Por që për këtë vit ose do pak kohë që ta kujtosh. Vazhdoj. Më fal një sekondë. Për këtë vit, çfarë kemi tham për regjistrimet? Vetëm një sekond para se të kalojmë te pyetja tjetër. Unë thjesht do shtoja sepse ndërkohë që Lorena po fliste,
Më duk një ide shumë e bukur, se si mundet të vazhdohet edhe të jetë në klasra më të vegjël. Dhe mbi atë iden, do thoja që në një moment të caktuar, duke qenë se niveli mundet të jetë rritur, të bëhe një game jam, ndoshta rajonal është pak si shumë far-fetched, shumë larg, por një kombëtar, ku mos ishte vetëm në Tiranë, por edhe nga qytetet tjera. Dhe më pas, këtu kuptoj që do jetë rritur një nivel i kompeticionit, do jetë rritur nivelit e zhvillimit, të pjesëmarrësve, sepse nga disa kompeticione më të vogla, normalisht zgjidhen ata që performojnë edhe më mirë. Që do të thotë automatikisht mund të kemi një pool me ekipe më të mira. Kjo në nivel Shqipërie ndoshta do na çonte edhe në një standard më të lartë. Ka pasur shumë biseda për të arritur në të fakt në nivel rajonal, ajo pastaj është çështje kapacitetesh. Jo kapacitetesh njerëzore, kapacitetesh financiare. Po. Rikthehemi prapë tek kemi fonde, nuk? Po prandaj po flasim që të fillojmë të të dukemi kështu të si por ajo është e vështirë. Për sa i përket ne biles kur kemi qenë duke punuar në Korçë për ca muaj, kemi menduar idenë të bërit një në Korçë. Mendoj që është akoma herët. Domethënë është më sepse do duhej pastaj që disa ekipe të transferohesh në Korçë. Pra e gjithë logjistika duhet kaloj në qytetet e tjera që dhe ajo pastaj bëhet pak e vështirë. Ajo që mendoj që mund të bëhej ishte që këtë njohurit që ne i kemi, sikur ne të transferonim njohuri në individ, jo tek komuniteti, por në individ që organizojnë gjëra. Po them, të flasim me një nga pedagogët e Universitetit të Vlorës, që është e informatikës, dhe ti thua shiko, këtë kapacitetet që ata kanë aty. Kapacitetet që ata kanë dhe ti thua shiko, ne bëjmë këtë eventin, unë të tregoj se si bëhet dhe ti bëje, i transferon metodologjinë, dhe ajo të vazhdoj ta bëj. Që mos ketë nevojë të kaloj gjithë logjistika. Ajo bën me studentët e universitetit. Le ta bëjmë me 10 veta, me 20 veta. Të krijoj 2-3 evente të vogla, të nisë. Të rris pak kapacitet se të gjithë, domethënë edhe game jam i parë dhe i dytë ka qenë me individ të cilët ishin të gjithë të vetë mësuar. Domethënë të gjithë nuk është se kishin ndjekur kurse, kishin mësuar të bënin të ndërtonin ato mjetet i kishin mësuar siç më thënë gjithë vetë. Kështu që kjo do të ishte më e thjeshtë për të decentralizuar eventin nga Tirana, të shpërndar fillimisht lokalisht në për qytetet e tjera të Tiranës, dhe ajo rrit kapacitetet e gjithë komunitetit kombëtar, domethënë të gjithë të rinjve në për vende të ndryshme, dhe kështu ti e bën më të lehtë të ndërtosh ekipe që kapacitetet i kanë më të larta për të shkuar rajonalisht. Se rajonalisht ne jemi domethënë është viti i tretë, pak mbrapa. Nuk kemi më mbrapa se sa Malizi. Që vitin e kaluar kanë filluar të bëjnë aktivitete. Kolegët tanë Malzi mos të mërziten. Jo, ata kanë nuk është një garë, por po është. Jo, po flisni për game jamin specifikisht. Dhe game jami akoma nuk kanë eksperiencë shumë të madhe se s'kan shumë që organizojnë. Po Kosova ka 10 vjet që bën game jame, Maqedonia ka 10 vjet që bën game jame. Kanë ekipe që i kanë të konsoliduara, domethënë kanë kapacitete që kanë më shumë eksperiencë se ne. Kështu që do donte që ne të ndiheshim pak mirë se ne jemi njerëz që na preket egoja në Shqipëri. Po normale. Në nivele rajonale. Po. Po. Lexojmë, do të shkoj. Po e di çfarë më kujtua me Korçën që shkuam rastisht tek hoteli që qëndruam në herën e fundit, tha recepcionistja. Pa publicitet të lutem. Pa publicitet, jo, pa emra. Tha recepcionista, po çfarë jeni juve të gjithë ky grupi që keni ardhur nga Tirana? Tha se ju shoh me teknologji, po me çfarë merrni? Po jemi të ndryshëm, i thashun freelance. Tha, si freelance dhe unë përmenda të gjithë freelance si për marrës dhe janë. Ja, dhe në atë moment kaloi Lorena, i thash kjo goca për shembull merret me gaming. Me gaming tha. Po unë kam të dashurin, tha që merret me zhvillim, punon Fiverr me gaming, duhet ta takoj se s'bën. Thash me vete, po prit mos sa random në Korçë.
Edhe kështu Recepcionistja. Recepcionista tha shiko Out kam of dashur dhe nowhere. mërzitet shumë, ai tha nëse ka ardhi dikush thash unë po shiko t'jap emrin edhe prezantova edhe lidhur, po thjesht ndonjëherë Nuk më shkruajti kaq kurrë. është. Nuk shkruajti Është kurrë, ky është janë momenti. punë e Zotit, pastaj Është ky momenti që ti shkruash Lorenës. por që Lorena Gjana. tregon që ka sigurisht edhe qytete vogla, sado nuk kanë atë numrin edhe Tirana, nuk është se neve këtë sfidën e numrave e kemi të humbur gjithmonë, se nuk është se kemi vend që kemi mundësinë që të prodhojmë numra, kështu. vërtet. Nuk kemi fare duke garuar me Ne kemi me numrat, shpirtin por dhe kemi shpirtin që entuziazmin. nuk Që ka shumë asnjë nuk rëndësi. mund ta, kështu që Mu marrë Brace yourselves. Marrë jo pyetje. Kemi edhe pyetjen. Edhe pyetja kishte lidhje faktikisht për këtë që e diskutum. Për shkakun nëse që e diskutum pak më përpara, nëse do u bëte një game jam nga dikush tjetër, domethënë a do merrshit pjesë si pjesëmarrës në game jamin që do organizohet dikush Ti tjetër. mund të marrësh pjesë bëj po ne. Po. Teknikisht unë nuk mundem. Për energji të mirë, siç unë e kam tham. përshtypjen edhe nëse do merrja pjesë si pjesëmarrës, do shkoja t'rregulloja këto, do i thoya, shiko drekën, keni nevojë për gjë. Do ishte Doni mund- të spostoni Po tavolina. do merresh me anën Ku e keni logjistike. Po. teknikën, si e keni Te zgjidhur me zgara do ishte mikrofonat? ndoshta Te zgara, Po, keni po, zgarë, vullnetarisht po thua. Vullnetarisht zgarë. Unë do shkoj aty pija Unë birë. do shkoja. Po, Yeah. interesante. Shumë interesant. Përveç se nga ana teknike, patjetër, Ja, dakor. unë personalisht Unë do doja kam një shumë oritet të merrja limituara, pjesë. po Literalisht do doja shumë të merrja pjesë me një ekip. Të ndroshe pak Do doja shumë ta si kisha më thon, eksperiencë. rolin, ti je jo gjithmonë në rolin. Po pse jo më plak, shko, tako njerëz, kënaqesh, ha, pi, gjitha gjërat në Diçka rregull, do ishte krijo e gjëra. lezetshme, e di çfarë do Lezetshme. ishte e lezetshme, Po. do ishte e lezetshme sikur ti të bëje një muaj të mësoje 2-3 gjëra ndërtimi, besi dizajnin, Haptibrat ne mësoj, narrativën çik. dhe aplikojmë të gjithë si ekip. Si ekip, do ishim super ekip. jo, unë do kisha qejf të merresh ai çik me post production. Ne kemi blueprintin, kemi kështu cheat code. Çik kështu. me i çik. Çik. Merja E kishim gjitha bërë një pajisjet e prototip. Notlabit. Po. Ky është një moment publiciteti për Notlabit. E një big up për Notgabin, ku është butoni? Këtu. Follow. Follow. Jo, seriozisht, mund të shkoja në këtë formë domethënë. Bëjmë lojë me karakteret tonë. Po shpresoj mos jetë brenda aktiviti ndonjë Ja, ja. game jam që organizohet, se S'kemi s'kemi kohë. Duhet përgatitemi çik. Pun kena pas boll, por nuk është kështu, nuk. Po, s'kemi kohë. Okej. Super. Sa kohë është dashur Loren nga organizimi i eventit parë? Sa kohë është, domethënë i pari dhe ky? Si kohë organizimi? Vjet ka qenë në shtator. Jo, si kohë për organizimin. Mbaj mend se unë vetëm këtë nuk mbaj mend. Tek Game Jam i parë di që kemi bërë për 2 muaj. 2 muaj apo 1 muaj gjys. Okay. I dyti sa na Vazhdon të Me memorien tani. Jo. I pari është bërë për më shpejt. Më shpejt, më shpejt. 1 muaj. I 1 pari muaj është gjys. brenda 1 muaj sepse të thash ne nuk kishim eksperiencë se dinim se çfarë Na çfarë po priste. bënim. Ani muaj e këpusim në këtë. Po një muaj po mëse e bëjmë se E jemi bëjmë. 4 veta plus të tjerë I vullnetar. dyti është bërë për 2 muaj diçka e tillë. Domethënë sepse për 3-4 javë kanë qenë regjistrime të hapura, 3 javë. 3-4 javë kanë qenë regjistrime të hapura tek i dyti. Dhe ky më shumë. Ne kemi nisur që para 1 muaji e gjysmë. Çfarë jemi tani Korrik. shtator. Korrik. Qun korrik. Po. Pra korrik, gusht, shtator. shtator, tetor, 3 muaj. Që do të thënë sa vjen e zgjerohet koha e planifikimit, organizimit, komunikimit të pjesës para, punës paraprake për gjithë gjë. Dhe personat që po merren momentalisht këtë vit janë shtu dhe janë më shumë domethënë që po merren. Si për Po nuk e ja tani s'më del matematika, pse domethënë ka më shumë punë, nuk po e kuptoj. Po sepse kemi rritur standardin, duam që çdo Duam gjë që ta bëjmë gjërat e bëjmë. perfekte, dim çfarë nuk na ka ecur 2 të parat edhe normal. A mendoni që ndonjëherë we overdo gjërat kur mendojmë Gjithmonë. që i Gjithmonë i mbi vjen një mendoj. moment që i mbi mendojmë ndërkohë që janë Normale. shumë thjeshta Ja, se në fund ditës Po Kur është e normale ma- se të kapi çike kur dhe e ma mend vrulli kur punës, kishe po. kohë për të parin 1 muaj edhe tash ke 3 muaj që organizo, domethënë sforcohesh ndoshta. Po, por Domethënë që është e vërtetë që do të ka disa rezultate më të mira, kam tepër Patjetër, mentor, po. kam më tepër pjesëmarrës, ka ekipe të Ka shumë formuara më shumë paraprakisht, pjesëmarrës, ka një interes më të lartë, njerëzit e Në njohin qoftë pak se më ne- tepër, Në kështu që qoftë se ne do kishim bërë punën e Game Jamit të parë me Game Jamit të tretë, nuk do kishe kaq aplikime. po, fakt. fakte. Faktet. Pik. Okej. Tani një moment tjetër. Ku e kemi bërë ne Game Jamin që nga fillimi edhe deri tani? Ku është lokacioni?
Lokacioni. Jo Ku kur. është lokacioni? Lokacioni Kush është në shtëpia Kolab. që na ka hapur dyert, që në të parin edhe vazhdon të na i hap dyert. Dhe dritat. Edhe kështu gjëra. Me kondicionerë. Edhe ujin. Po, everything. Te Kolabi, po. Një big up për Arlindin dhe Kolabin. Patjetër. Faleminderit Jeni shumë. ju, pa jemi ne. Jemi ne dhe ne. Jo, faleminderit Kolab. shumë se realisht në momentin e Game Jam-it të parë ishte një super emocion Po. dhe mbështetje që të kishim një hapësirë. e Shiko, cila- Kolabi për këtë gjë është krijuar. Ja. Kështu që nëse nuk do bënim këto gjërat, unë nuk e di se çfarë do bënim. Domethënë might as well mos të ekzistonin fare. Por që qëllimi vetë i Kolabit ky ka qenë, që në fillim që është krijuar. Kështu që prandaj them që është e dyanshme, nuk është se është një shkëmbim shumë i barazvlefshëm kur vjen puna tek. Pavarësisht se neve kur i them membersave që shiko se do duhet lirosh deskun. Dhe t'ju heqim Dhe dyert. t'ju heqim dyert, dhe t'ju heqim kompjutra dhe do i çojmë magazin dhe do mundohemi t'ja u lëmë Ju siç e kërkojmë gjetëm shumë po. djes, bëni realisht pasë ju nuk kërkojmë e lëm shumë dhe- djes. Ai gjithmonë feedbacku është ne tek i pari nuk kemi pas asnjë nga Kolabi që ka qenë pjesëmarrës në Game Jam, tek i dyti kemi pasur disa dhe tek ky Game Jam kemi 2 ekipe. 2 apo 3. Dy ekipe. Njëri s'ka aplikuar Dhe akoma, kemi kjo 3 gjë ekipe. tregon pak edhe se sa Game Jam i ka dhënë Kolabi. Domethënë e kanë parë që nëse njerëz më përpara edhe nuk janë njerëz që janë në gaming industry, janë njerëz që janë freelance designers që kanë cross paths, pra kanë gjërat përbashkëta, por që nuk e kanë konsideruar ndonjëherë. Dhe kjo tregon se sa, prandaj them që është ndërveprim i dyanshëm, sepse edhe ata kur e shikojnë se sa argëtues, sa fan, sa shumë se dhe energjia që ndodh aty, prandaj bëhen pjesë. Kështu që do na shërbej për mirë. Sigurisht që ka njerëz që Vitin e parë Kolabin si vend e zbulum, si më thonë kuptimin, në fund të eventit e zbulum si një diçka shumë e bukur, që ishte e përshtatshme shumë mirë për Game Jam-in. Ajo shtëpia, ajo vila ishte adapte për me ndërtu lojën apo. Mendoj që Brenda ajo asaj. jep energji të Edhe jep veçantë. ja. Ndryshe nga çfarë mund të kishim një hapësirë për shembull një open space apo një fancy place apo Fix. një ndërtesë me 500 metra katror me gjithë dritat, me gjithë kompjuterat, me mekat, me pse nuk e di. drita kemi neve? Si Po kemi pra, drita ne? se E kisha për të Me tjerat. drita Ah, lesh. shajni kështu nga këto ledet. Kështu, jo, nuk kemi nga ato neve, kemi thjesht drita, ndriçim. drita kemi. Drita që Drita ti kemi tot, kemi. fik ndis dritën. e që shkoj unë, unë mbyll. Mendoj që është tipologjia e hapësirës që përshtatet shumë mirë me tipologjinë e njerëzve edhe krijimtarisë që duhet që ti të ndërtosh një narrativ loje. Edhe ai labirinti në vetvete që ka. Labirinti është. Je në Tani lojë, këtë- Është një lojë, vetë edhe sikur. labirinti është një Këtë lojë. vit do kemi edhe 2 hapësira të reja që do shtojnë, kështu do shtohet edhe kapaciteti i ekipeve dhe atë po Kështu që aplikoni se kemi vend. aplikoni se Të keni hapësira të dedikuara. Good. kështu. Na mbeti do një gjë pa thënë. Na mbeti një gjë shumë e rëndësishme. Shumë e E kemi rëndësishme. përmendur edhe se kemi përmendur. Aspekti financiar. Çfarë kemi Çështja bërë këtë është vit? që si Qa se po mendoj që bëjmë këtë këtë duhet vit? ta elaborojmë pak. Unë Elaborojmë mendoj pak. që ka qenë shumë sfidues procesi vetvete dhe nuk e di se si ndiheni te. Unë për vete personalisht mendoj që edhe sot po shkruaj një status nga këto iluminimet, edhe Ku po e ditë me atë shkruaje? status. 3 ditë me atë statusin se unë kur dua të shkruaj diçka në LinkedIn më merr 3 ditë ose në çfarë do lloj gjë. Edhe kur Nuk, nxjerr ë, nuk është. Nuk është se qullit në gjë. Nuk është pikërisht, Po por nuk që ka është gjë okay, procesi, shijoj si atë sa procesin, e procesi. mendoj që ta dhe e harrova fare ç'do E të mos thotë. ka gjë po. Edhe por kur po mendoja në lidhje me këtë pjesën e Çfarë do thoja? procesit se sa ndonjëherë kur bëm fundraising, kur do të bësh diçka, nisesh gjithmonë me shtrik këmbët sa ke organin. Po. Edhe pastaj thash shiko se edhe tek i pari, po edhe te i pari që po prap nuk ishin pritshmëri edhe fond ishin tulta, por që edhe te ky jam më excited tani me gjithë të procesin që po bëjmë një fundraiser që do e flasim etj etj, sepse në fund ditës this is it, kjo është gjë, ne këtë gjë nuk po e bëjmë për nuk e di, stakeholder ose për arsye të tjera, po e bëjmë thjesht sepse është exciting, është fun dhe kjo është mënyra jonë për të give back edhe për të mbledhur gjithë ta njerëzit. Edhe pavarësisht se
është unfortunate dhe është pak vjen keq për faktin që shiko se ndoshta vitin që shkoi ekipi fitues shkoi në Gamescom, ndoshta këtë vit nuk më do të shkoj, por në fund ditës është prapë exciting gjë sepse bëhesh kreativ dhe në këto momente që ti nuk ke se mendon që shiko se ja vlen ta bësh, që për ne s'ka qenë kur pyetja a ja vlen që ta anullojmë mos ta bëjmë fare, nuk ishte fare në letra ajo gjë. Ti bëhesh kreativ dhe nxjerr këto mënyra të reja. asat në mëngë. Tak, Në mëngë. Që tak dhe unë Lorena pse do na nuk- flasësh pak për këtë asin. Asin në mëngë. Atëherë, Wild card. ajo që ne Donate. do donim të duke nisur nga dashamirësia për të dhënë eksperiencën më të mirë të mundshme, siç kanë qenë në dy të parat dhe siç do të jetë jam e sigurt tek e treta, për të mbuluar kostot sepse është shumë e rëndësishme që të thuhet, duke qenë se ka një skepticizëm në Shqipëri për sa i përket çdo gjë që ka të bëjë me dhurimin, me kërkesat për financim e gjitha të tjerat. Ne jemi dëshmitar, unë nuk e di se sa besohet apo se sa me dashamirësi pritet, po ju e dini shumë mirë që ne këtë gjë se kemi bërë asnjëherë për lekë dhe s'ka pasur asnjëherë lekë. Nuk është paguar njëri ndonjëherë për këtë gjë. S'janë paguar as mentorët, s'janë paguar as vullnetarët, as organizimi. Çdo ndihmë financiare që është marrë tek të gjitha game jam-et ka mbuluar thjesht kostot, shpenzimet bazike, të cilat ne kemi pasur të pamundur të gjejmë mik e shok e Mjaftueshëm për ta tërhequr që të na ndihmoj me logjistikën. Duke qenë se këtë vit as atë ndihmë nuk e kemi, menduam që të paktën për të dhënë të njëjtën eksperiencë të mundshme të provonim që organizimin ta ndanim ose këtë barrën le deri diku ta quajmë barrën e organizimin ta ndanim dhe me komunitetin dhe prandaj e quajtëm nga komuniteti dhe për komunitetin. Dhe hapëm një fushat siç nuk e kishim provuar ndonjëherë, një fushat dhurimi, donacioni, në një faqe e cila na lejonte që ne ta bënim këtë gjë edhe në Shqipëri, ku çdo kush mund të dhuroj aq sa ka mundësi të dhuroj. Kjo do të jetë specifikisht se duhet thënë, do të jetë vetëm për të mbuluar kostot e ushqimit, të pijeve, disa mentor rajonal që jemi të obliguar moralisht t'ju paguajmë hotelin edhe udhëtimin, se për ndryshe, domethënë nuk i paguajmë lek për mundin edhe kohën e tyre të humbur. Po të paktën kostot e shpenzimet që ata do të kenë për të ardhur deri në Shqipëri jemi të obliguar t'i mbulojmë. Dhe nëse mbledhim mjaftueshëm edhe për ndonjë çmim për ekipet të cilat ndërtojnë lojrat më të mira. Pra këto janë shpenzimet që ne po mundohemi të mbledhim mjaftueshëm të ardhura për të mbuluar. Siç e thash, fushata është e hapur, kushdo mund të dhurojë. Secili mund të dhuroj sa ka mundësi. Right? Secili mund të dhuroj sa ka mundësi. Ne nesër do të publikojmë edhe një video ku tregon hap pas hapi se si mundet, platforma është shumë e thjeshtë për tu përdorur, që mund të dhurohet. Atje janë disa shifra të specifikuara, por jo domosdoshmërisht ke nevojë ti mund të dhurosh edhe $5, thjesht duhet ta shkruash tek ajo hapësira e kutia atje. Një pesë kaq, nuk $5. Pra shuma është variabël që mund të ndryshojë. Okej. Pa. Tani po ta bëri zemra ti jep edhe më shumë, po që sa të kesh mundësi, patjetër. Sa të kena lënë zemër. Pa. Shpresojmë shumë dhe urojmë shumë që kjo praktikë të përdoret për neve të krijojmë një precedent për këtë, sepse mendoj që ka shumë aktivitete që organizohen që mund të përdorin të njëjtin qasje. Dhe për sa kohë kjo gjë është një aktivitet nga komuniteti për komunitetin, jam i sigurt që të gjithë ne nëse bëhemi të gjithë bashkë, nuk na kushton asnjërit që të bëjmë një mini donacion dhe impakti është shumë i madh. Domethënë është i jashtëzakonshëm, edhe ashtu siç e tha dhe Lorena, të gjithë zërat që janë për të mbuluar në këtë rast nëse bëjmë gjithë bashkë është diçka që nuk na kushton asnjë gjë. Por që ndërkohë impakti që bën për organizimin e eventit me barvajtjen edhe të gjitha është shumë i rëndësishëm. Kështu që ju lutem, suportoni, peshe si tham, ose më shumë. Sa të mundeni, prap. Jep. Kena mbyll? Kena mbyll? Po kemi dhe një gjë.
Ha? Sa shumë gjana pa. Po pa fund se ka 3 vite, ne veç kemi thënë pak. E di ti. Do të kemi edhe disa, edhe 3 podcaste të tjera, ky ishte vetëm i pari, po një fjali përmbyllëse. Game Jam-i bes ekziston sepse? Tan. Sepse mendoj që në Shqipëri ka shumë njerëz që mund bëjnë punë fantastike edhe mund futen në një industri fantastike siç është e gaming. Edhe duhet ta eksplorojmë sa më shumë të punojmë te ajo. Lor? Të gjithë kemi nevojë për sfida kreative. Dhe mendoj edhe unë në vetë për te faktit që s'jam aty, do të thënë pjesëmarrësit e kanë sfidën e krijimit të lojës. Ne mendoj kemi sfidën e krijimit të një eventi për këta krijuesit sa më mirë të mundshme. Dhe mendoj që sidomos për karaktere si puna jon, ti nuk jeton dot pa këtë sfidën, pa këtë. Pa i çik shumë, siklete për me zgjidh gjona për me bë. Për mua Game Jam ekziston sepse një komunitet gamers ekziston në Shqipëri. Unë nuk do shtoja të njëjtën gjë që u tha nga ju, por që për sa kohë ka njerëz që kanë dëshirë, entuziazëm dhe gjithë kjo tregon për sa kohë ka njerëz, siç e the ti, sigurisht që kjo është edhe një përgjigje e atij demandi, do thoja unë. Kërkesa. Me titrat. Super nice. Se kënaqësi. Shumë Faleminderit. Unë pritja kisha një gjë. Pritë do bëjmë një selfie kështu live. Normale. Po. Jemi live. Si kështu? Kështu. Selfie live. Arlin ti bën andaj un po bëj me. Si, do takohemi në mes. Ku jemi? Okej, shikojmë njëra tjetër Arlinti. Edhe Knajna, Që thami bëjmë gjitha gjërat vetë, me foto, me regjistrim. U kry. Shumë faleminderit. Faleminderit, edhe faleminderit shumë Not Labsi për gjithë Këto do ta presim. infrastrukturën. Jo, mos e prit këtë, kujdes ku jemi, te cila kamerë, ku është. Mos e prisni këtë. Shumë faleminderit Not Labsin për gjithë suportin edhe infrastrukturën. Mbështetje. Edhe Po, faleminderit gjithëve.